Përshëndetje, siç e keni parë, ne kemi disa ditë që kemi filluar një aksion të përbashkët ndërmjet Policisë Bashkiake e IMT-s dhe Ndërmarrjes Rruga në mbështetje në bashkëpunim bashkë me OSHE-n dhe Ushtrisë Organizime, bazuar një projekti të miratuar në Bashkia e Durrës për lirimin e hapësirave të zëna, sidomos objekteve që janë mbi kolektorët kryesorë, si do thotë kanalet e parë, 2 dhe 3. Aktualisht jemi në zonën e plazhit dhe në zonën e Durrësit të Ri, duke operuar në lirimin e hapësirave dhe pastrimin e kanalit njëkohësisht për të shmangur çdo abuzim apo çdo përmbytje që mund të pasohet më mbrapa për këtyre abuzimeve që kanë ndodhur në vitet e mëparshme. Abuzimet janë objektet që janë ndërtuar padrejtisht ose ilegalisht, mbi objektet e kolektorit, siç janë këtu që shohim në rrethime avllish apo ndërtime. Janë të legalizuara këto objekte? Nuk e di, nuk di të shprehem për të gjë, pasi i përket institucioneve të tjera që verifikojnë këta. Unë kam thjesht Ndërmarrja Rruga ka thjesht mbështetjen e institucioneve dhe vazhdimin e pastrimit të inerteve dhe hapjen e kanaleve në gjendje fillestare. Në përfundim të këtij aksioni, si do të jetë gjendja e kanaleve kulluese dhe a premton kjo mos përmbytjen e qytetit? Atëherë, bashkia ka bërë një mini projekt për të tillë kanali, që ne i themi kanali 2, por edhe për të ndihmuar banorët, mos kemi probleme me banorët apo mos të pengojmë të hyjmë në banesat e tyre, duke i dhënë një model plataforme betoni për të hyrë për banesat e tyre, që edhe ne mos kemi probleme në bllokimin e kanaleve. Faleminderit. Rosha. Merr dhe atë kur të filloj tash se mos fillon Sokrat. Kanalet janë zënë nga mure rrethuese, obore të shtëpiave. Drejtori, sot sapo keni nisur aksionin, ku do të konsistojë ai? Aksioni është për lirimin e hapësirave publike në gjithë gjatësinë e kanaleve, nivelit parë, nivelit dytë, për gjithë ndërtimet pa leje që janë bërë bus kanalit. Tu jemi ke lagja 13 në plazh ke rruga Sirius, kemi filluar me muret rrethuese. Doja të falenderoja banorët e kësaj zone që janë treguar shumë bashkëpunues, janë të ndërgjegjshëm për zonën e hapësirave publike dhe nuk na kanë nxjerrë asnjë problem në zbatimin e këtij vendimi, projekti që ka Bashkia e Durrësit. Sa kohë do të zgjasë ky aksion dhe ku do të shtrihet? Ky do shtrihet tash në gjithë gjatësinë e kanaleve të nivelit parë, të nivelit dytë, të nivelit tretë në të gjithë qytetit Durrësit. Pastrimi, thellimi i kanaleve dhe lirimi i bankinave bus kanaleve. Si e banimi që preken nga ka një pjesë të ndërtimeve që janë sipër kanaleve, por ato është një projekt i bashkisë, ku do dalim me shpronësime kush është me certifikat pronësie, kurse të tjerat do vendosi bashkia në bonusiraj me strehim e këta. Keni bërë një përllogaritje para shumë të objekteve të cilat preken, sa janë në Ka total? zyra projekteve, numrin e saktë të objekteve që preken, por në këtë segment që jemi aktualisht janë rreth kjo gjatësi këtu janë rreth 20 shtëpi dhe në fund rrugës të marrin majtas janë 11 shtëpi tjera. Te ky segment nuk ka shtëpia që do prishen, janë vetëm rrethimet, lirimet e hapësirës publike që kanë zënë bankinat e kanalit. Drejtor, duke pasur parasysh që po afrohet dhe sezoni turistik, mund të vazhdojë kjo dhe për gjatë sezonit që mund të krijojë probleme? Nuk krijon probleme me sezonin turistik, se ke kanalet nuk pengon as qarkullimin, as pengesën të tjerë. Unë do vazhdoj pa ndërprerje, madje jemi të punuar ditë shtune dhe ditë diele, është një aksion që do vazhdoj pa ndërprerje. Deri në lirimin e plot të gjithë hapësirave publike edhe pastrimin edhe të kanaleve. Cilat janë zonat më problematike? Po, zona më problematike është kjo plazhi, lagja 13, Shkozeti dhe Kneta. Ish Kneta. Po i bën pra.
Kanalet janë zënë nga mure rrethuese, obore të shtëpiave, Nuk kanë shumë merr dhe atë kur të filloj tash se mos fillon Sokrat.